Kina, sekretet e një perandorie. Kina na ka mësuar me mbrekullitë ekonomike. Gjatë 25 viteve të fundit, ajo është shndruar nga një vend i prapambetur në një superfuqi globale, nga fabrika e botës në një gjigant teknologjik, nga një ekonomi e mbyllur në eksportuesin më të madh në botë. Në të njëjtën periudhë, ajo ishte bërë gjithashtu ndotës i kryesor në botë, kurse sot lider në tranzicionin energjetik. Si a dori mban? E gjitha filloi në vitin 2001 kur Pekini u bashkua me Organizatën Botërore të Tregtisë. Rritja shpërtheu dhe kërkesa për energji, kryesisht me qymur, u rit ndjeshëm. Filloi të lindte pyetja se si të arrihej siguria energjetike pa u varur nga vendet prodhuese të naftës dhe gazit. Duke filluar nga viti 2006, Kina i tejkaloi Shtetet e Bashkuara si emetuesi kryesor i CO2 në botë. Ndotja në qytete po bëhej një problem shëndetësor. Sipas Bankës Botërore, 16 nga 20 qytetet më të ndotura në botë ishin në Kinë. Ndërkohë, protestat gjithnjë më të shumta popullore kundër ajrit toksik filluan të bëheshin një çështje politike. Është brenda këtij konteksti, siguria energjetike dhe përmbajtja e protestave që lindi vendimi për të investuar në teknologji të gjelbra. Në vitin 2005, Pekini miratoi ligjin për energjinë e rinofshme, ligji i parë që nxit kompanitë e energjisë elektrike të investojnë në burime të rinofshme. Në vitin 2009 u prezantua Golden Sun, një plan për të zhvilluar energjinë fotovoltaike në tregun vendas, me subvencione deri në 70% të investimeve. Po atë vit, Pekini lançoi programin e subvencioneve, 10 qytete, 1000 automjete, një program subvencionesh për automjetet elektrike dhe instalimin e stacioneve të karikimit. Kompanitë kineze po arrin progresin teknologjik duke blerë makineri dhe ekspertizë nga partnerët perëndimor, të interesuar në punën lokale me kosto të ulët dhe tregun e gjerë lindor. Megjithatë, ky shkëmbim ka vetëm një fitues. Deri në vitin 2010, Kina ishte prodhuesi kryesor në botë i paneleve diellore dhe turbinave, dhe 3 vjet më vonë ajo tejkaloi Gjermaninë për të marrë gjithashtu udhëheqësen në kapacitetin e instaluar fotovoltaik. Një përshpejtim i mëtejshëm erdhi në vitin 2015 me Made in China 2025, një plan 10 vjeçar përmes të cilit Pekini planifikon të arrijë autonomi prodhimi në 10 sektor kryesor, duke u përqendruar në energjinë e gjelbër. Projekti ofron kredi dhe subvencione me interes të ulët për kërkime shkencore. Korniza themelore është mirë vendosur. Pekini identifikon sektorin strategjik për të financuar dhe kompanitë reagojnë, rrisin prodhimin, paraqesin patentat dhe rrisin konkurentshmërinë. Kur tregu piqohet, qeveria zvoglon apo eliminon subvencionet. Kjo strategji eliminon kompanitë më pak të fuqishme, ndërsa ato më të eficiente konsolidojnë pozicionin e tyre në tregjet vendase dhe ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, Pekini po merr koncesione në Afrikë për lëndë të para. Aktualisht kontrollon 41% të prodhimit të kobaltit në Republikën Demokratike të Kongos, 25% të manganit në Gabon, 40% të uraniumit dhe 80% të bauksitit në të gjithë kontinentin. Gjithashtu rafinon shumicën e materialeve thelbësore për industrinë e gjelbër, 95% të grafitit, 92% të metaleve të rralla, 70% të litiumit dhe 21% të nikelit. Pjesërisht fal kontrollit të tyre të gjerë të zinxhirëve global të furnizimit, sipas raportit të Laboratorit të Politikave Industriale CERO-NET të Universitetit John Hopkins, investimet e kompanive kineze në teknologji të gjelbra jashtë vendit kanë tejkaluar $220 miliard gjatë 3 viteve të fundit. Eficienca dhe inovacioni sigurojnë gjithashtu nga qendrat e prodhimit ku kompanitë, qendrat kërkimore, shërbimet logjistike dhe prodhuesit e komponenteve punojnë krah për krah. Ky është rasti në metropolet e Hefei dhe Shenzhenit, të cilat kanë bërë qendra të vërteta të ekonomisë së gjelbër. Së fundmi, vendi investon shumë në arsimim. Çdo vit, afërsisht 3.5 milion student diplomohen në lëndët STEM dhe rreth 50 programe diplomash të dedikuara për kiminë e baterive dhe metalurgjinë janë të disponueshme, duke siguruar një fuqi punëtore shumë të kualifikuar. Sot kompanitë kineze kontrollojnë 60% të tregut global të turbinave me erë, mbi 80% të prodhimit të paneleve diellore dhe paraqesin 75% të aplikimeve për patent në botë për energji të pastër. Viti 2025 do të jetë një vit tjetër rekord. 510 gigawatt energji diellore dhe ere janë në ndërtim në shkallë industriale, krahasuar me 89 në BE dhe 41 në Shtetet e Bashkuara.
E njëjta tendencë vret edhe me makinat elektrike, një sektor që ka marrë rreth 231 miliard dollar subvencione në 15 vite. Në vitin 2013, Kina prodhonte vetëm 18.000 automjete elektrike. Deri në vitin 2024, kjo shifër kishte arritur në 11 milion. Deri në vitin 2025, 1 nga 2 makina të shitura në Kinë do të jetë elektrike. Ky sukses u arrit gjithashtu fal zhvillimit të një rrjeti të gjerë karikimi, që nga mesi korrikut 2025, vendi kishte 16.700.000 pika karikimi, nga të cilat 3.1 milion u instalua në 7 muajt e fundit. 3 gjigantët, Huawei, KTL dhe BYD, kanë prezantuar sisteme të afta për të karikuar makinat në vetëm 5 minuta. Prodhuesit e makinave kanë hapur filiale në Shpanjë, Hungari, Tajland, Brazil dhe Marok dhe kontrollojnë mbi 50% të tregut global. Prandaj nuk është e çuditshme që 5 nga 10 prodhuesit kryesor global të baterive të makinave elektrike të jenë kinez, mbajtin rreth 65% të tregut global. Sipas OGG-s me bazë në Kaliforni, Global Energy Motor, në vitin 2024, 44% e energjisë diellore dhe ere në botë do të prodhohet në Kinë. Ky është më shumë se totali i kombinuar të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Indisë. Edhe pse burimet e rinovshme të kombinuara nuk arrin 10% të kërkesës, emisionet e CO2 në Kinë kanë rënë vazhdimisht gjatë 12 muajve të fundit, një trend të paparë jashtë periudhës së Covid. Ky është kryesisht për shkak të zhvillimit të energjisë diellore dhe ere që prodhojnë energji me kosto të ulat dhe gjenerojnë më shumë se 1/4 e energjisë elektrike të vendit. Ndërsa politika e përhapur e subvencioneve ka ulur çmimet e teknologjive të gjelbra me 60 në 90%, ajo ka nxitur gjithashtu një dumping komercial në tregun perëndimor, të mbushur me produkte me kosto të ulët. Ndërsa në vitin 2008, kontinenti ynë përbënte 60% të prodhimit global të paneleve diellore, deri në vitin 2022, kompanitë e BE-s kishin rënë në 1% të prodhimit global të paneleve diellore, 0.4% të celizave dhe vetëm 2 deri në 3% të moduleve. Me kalimin e viteve, mbi prodhimi dhe lufta e çmimeve që nisin nga Pekini e kanë dëmtuar gjithashtu industrinë kineze fotovoltaike, që nga viti 2024, sipas Bloomberg, sektori ka grumbulluar humbje rreth 60 miliard dollarish me humbjen e 87.000 vendeve të punës. Industria që prodhon panele diellore dhe makina elektrike që shiten në gjithë botën vazhdon të furnizohet kryesisht nga qymyri, i cili përbën 61% të energjisë që përdoret në Kinë, ndërkohë që ndotja në ajrin gjithnjë është më e madhe. Në visionin autonome të Xinjiangut, parku diellor Midong, më i madhi në botë, u ndërtua vetëm në 4 vjet. Me 5.2 milion panele fotovoltaike dhe një kapacitet të instaluar 3.5 gigawatt, është i aftë të plotësoj kërkesën vjetore të Luksemburgut për energji elektrike. Studimi, respektimi i të drejtave në energji e rinovshme, nga OGG-s Anti-Slavery International denuncon: prodhimi komponenteve thelbësore për modulet diellore dhe bateritë e automjeteve elektrike në rajon është i lidhur ngushtësisht me përdorimin e punës së detyruar të imponuar ndaj pakicës ujgure nga qeveria kineze. Deri më sot, Kina, me 1.4 miliard banor, mbetet ndotësi më i madh në botë duke përbërë mbi 31% të emisioneve globale, dhe varësia e saj nga lëndët e djegëse fosil pritet të vazhdojë, duke pasur parasysh që vitin kaluar filloi ndërtimi i numrit më të madh të termocentraleve të reja me qymyr në një dekadë, 94.5 gigawatt. Me këtë ritëm, do të jetë shumë e vështirë të përmbushen angazhimet e Parisit ku Kina ishte zotruar të ulte emisionet me 65% krahasuar me vitin 2005 dhe të arrinte neutralitetin klimatik deri në vitin 2060. Prandaj, bravo kinezëve që korrigjuan kursin dhe u përqendruan në burimet e rinovshme të energjisë, por ka shumë për të bërë përpara se Kina të mund të përfikohet si një model ekologjik, siç do donte propaganda e Pekinit.